Faleminderit që pranuat ftesën për intervistë. Të drejtohem zoti Armando Duka, president apo si shijak si të mondi? Fakt më mirë mondi, më lirë shumë. Si ka qenë fëmijëria jote? A ke luajtur ndonjëherë futboll në për shijak? Pa, unë besoj se futbolli është sporti më i dashur në botë, por në Shqipëri akoma më shumë. Dhe në fëmijërinë time ka qenë akoma më lehtë luash futboll, se kemi luajtur futboll në rrugë. Nuk është se kërkoj në infrastrukturë jashtëzakonshme, mjafton 4 gura për të bërë portë dhe një top i vogël llastiku. Kështu që ndërsa futboll profesionist unë nuk kam luajtur futboll rrugë. Po, por kam qenë padyshim një dashamirës futbollit, një fans futbollit. Fillim për qytetin tim, për Shjakun e kam pas ndjek Shjakun në atë kohë, kategori 2 edhe jashtë qytetit, domethënë kam qenë vërtet një mbështetës futbollit në fëmijëri. Që aty të lindi dëshira për të marrë seriozisht me futbollin pastaj? Ja, as se kam pas menduar, as se kam pas në objektivat e mia që do jem një ditë i përfshirë si drejtues i Federatës Futbollit. Tash kam jetuar si në ambiente sportive edhe në familjen time, sepse babai im ka qenë një futbollist, edhe një trajner futbolli, vllai im ka qenë edhe gjithashtu sportist, por jo futbollist, voleybollist. Pra, sporti ka qenë në familje, në shoqëri, kam jetuar me të, por nuk kam menduar ne, nuk e kam pas objektiv që t'jem drejtues apo president, aq më tepër që fëmijëria ime apo rinia ime ka qenë në sistemin e kaluar dhe që nuk mund t'i kishe këto lloj objektivash. A ke humbur ndonjëherë në 4 rrugët e Shjakut kur ke qenë fëmijë? Ja, nuk kam humbur përgjithësi, jo vetëm 4 rrugë, por edhe në Brigjet e Rezenit nuk kam humbur, po kam vujt faktin që kam shku në Brigjet e Rezenit pa lejen e prindërve, sepse ishte i rrezikshëm Rezeni dhe sa herë që shkoshim lashëm kishim një seancë jo të mirë kur ktheheshim në shtëpi. A ke ngrënë vezë çdo mëngjes para se të shkoje në shkollë? Ja, nuk kam pas mundësi realisht në fëmijëri që taj vezë çdo mëngjes, madje as çdo javë. A të ka rrahur ndonjëherë agroni kur keni qenë të vegjël? Jo, agoni jo, babi po. Agoni nuk ka dorë në përgjithësi, as i vogël dhe as i madh. Ka kështu momente acarimi me gojë, po kur nuk ka dorë. Se shumë serioz për ne. Serios, po, është ka momentet e veta të acarimit apo të nervit, si i themi ne, por nuk ka dorë. Kështu që kam qenë mirë. Kush është kapiteni në familjen tuaj? Në familjen e vogël tani, apo në familjen bashkë me prindë, në familjen padyshim që jam unë. A të kanë nxjerrë ndonjëherë gruaja me karton të kuq? Karton të kuq jo, po kartonin e verdh ma kam mbajt gjithë kohën kështu gati. Kur vajza të tha që do martoj me një tropojan, si e prite? A shkove t'i thoje dhëndrit që çdoje që kaloja ende nga Shjaku? Jo, nuk i kam shku me i thonë dhëndrit, për realisht nuk e kam prit mirë. Nuk e kam prit mirë, jo pse ishte një tropojan, po kam përshtypjen që çdo prind nuk do ta priste mirë për çdo lloj ideali, sepse fëmijëve ti duket perfekt dhe nuk mendon se ka një djalë perfekt për ta. Kështu që nuk e kam prit mirë, po e kam pranuar, jo me lehtësi, por me vështirësi. Çfarë është më e rëndësishme për një shijaks, të mbaj fjalën apo të mos e pranoj kur që dikush e ka mundur? Të mbaj fjalën është shumë e rëndësishme. Më mirë një vezë sot apo një ful mot? Kjo është e vështirë, domethënë ta mendosh, po nëse arrin që ta hash vezën dhe të mendosh për pulën, do jetë më mirë. Ta bëra këtë pyetje se Agroni ka thënë që jeni më mirë në Shqipëri për biznes tjetër dhe Samir Manën. E kam thënë dhe herë tjetër, Agroni kështu e mendon, po s'është e vërtetë. Kemi dëgjuar që bizneset i ke me vllajën. Njëherë pyetja e parë është, a nuk do ishte më mirë ti kishe me Baxhanakun? Se Agroni gjendet më mirë gjuha me Baxhanakun. E parë nuk e kam pas këtë dubjo, sepse nuk kam Baxhanak. Kështu që, por jam okej që i kam. Ne jemi, domethënë, jo vetëm në biznes, kemi çdo gjë bashkë, akoma jemi familje tradicionale, vetëm flejnë që veç në shtëpia të veçanta, por gjitha tjerë kemi bashkë. Kam dëgjuar që ju shpenzonim shumë para dhe Agroni punon më shumë, po unë dua të bëj pyetje të drejtë për drejtë. Kush ka më shumë lek, ti apo Agroni? Tash kemi një llogari, nuk i kemi të ndara, kemi të dy bashkë, ndërsa për shpenzu nuk besoj se jemi asnjëri nga ne
konsumator të mëdhej në asnjë lloj drejtimi. Kujt i shkoi mendja për tregtinë e vezëve? Në fakt, kjo tregtia e vezëve apo prodhimi i vezëve, jo tregtia e vezëve, ka nisur në një lloj mënyre si nevojë, sepse ne kemi filluar prodhimin e ushqimeve blegtorale rreth vitit 93 ose saktësisht në vitin 93, dhe duke qenë që kishte pak mundësi për të shitur ushqim, atëherë menduam që duhet gjeshim një konsumator që të ishim vetë konsumatori kryesor apo për të mbyllë ciklin për të patur më shumë biznes. Kështu që filluam, investuam në vitin 1999 me prodhimin e vezëve dhe vazhdojmë dhe sot. E nisët me lekët tuaja apo borxh si cekja tek ajo komedia Borxhliu? Borxh që nga dita parë, borxh edhe sot. Asnjëherë nuk e kam pa veten pa borxh. Në atë kohë me borxhe me në shok apo ke valuta me eshin atë kohë borxhet me interesa, ndërsa sot në për banka. Kështu që biznes pa borxhe është e pamundur të bësh. A është më vështirë të menaxhosh një familje apo një federatë futbolli? Absolutisht më vështirë një federatë futbolli. Më duket nga institucionet më të vështira, edhe më të vështira se biznesit. Thonë që shjakësit e njohin njëri tjetrin, a e njeh Holstadon? E njoh sepse, po e njoh si emër, më shumë mund njoh prindërit e tij, se faktikisht ai është shumë më i ri se unë, dhe prindërit e tij i njoh, domethënë dhe njoh gjithë atë aktivitetin e tyre në Shijak, kanë qenë familje shumë e respektuar në Shijak. Të ta jap një porosi pastaj për Olsin kur dikësh? Një porosi për Olsin? Po. Nuk kam si t'ja çoj, se realisht nuk e kam taku ka shumë vite. A e shikon dot ndeshjen këtu te Arena nga kati fundit i kullës që do ndërtosh te atë shëje? Duket se ka distancë shumë. Po fakti që është aq e lartër, mendova që doni të hiqnit edhe një sy nga Arena. Tani unë nuk i kam parë fiks numrat e katëve, po më duket se nuk është aq shumë e lartë, është diku 18-4. Kalojmë tek pyetjet për futbollin. A është futbolli më fitimprurës se tregtia e vezëve? Me qëra fjalla vezëa ka shkuar 35 lek nga ky grip i shpendëve? Fatkeqësisht unë jam nga ato që jam prek nga gripi i shpendëve dhe nuk prodhoj për momentin, uroj që të rikthehemi sa më shpejt në prodhim. Dhe gripi i AIB-s dhe i një kompanie tjetër ka bërë që domethënë të ketë mungesë vezësh strek. Po jo vetëm në Shqipëri, fakt kjo është një globale dhe çmimi fatkeqësisht është rritur, më uroj që rikthehemi në prodhim dhe të fillojmë të ulim çmimet për konsumatorin. Cila është më e vështirë, të mbjetosh në rrugët e Shijakut apo të mbjetosh në botën e futbollit shqiptar? Shumë e lehtë në rrugët e Shijakut, në botën e futbollit është e vështirë. Po t'ishe trajneri kombëtares, cili do ishte lojtari i parë që do ta lije në stol? Kjo është pyetje e vështirë. Në varësi të ndeshjes, nuk është se do kisha emra që ky lojtar nuk duhet luajë, por në varësi të ndeshjes, në varësi të ngarkesave, në varësi të gjendjes, nuk kam një emër të veçantë. Kur Erjon Veliaj të tha se i kishte ato prej hekuri, a nuk të shkoi mendja ta rekrutojë si lojtar të fortë në mbrojtje? Jo, në fakt duhet të kesh mendjen prej hekuri që ti je lojtar i fortë në mbrojtje, jo ato. Si përzgjidhen lojtarët e kombëtares nga të gjitha trevat? Me merita sportive, domethënë gjëja e parë që domethënë ne kemi një sistem skautimi në federatë, të cilit sjellin informacion për gjithë trajnerat e moshave dhe padyshim pastaj i propozohet për të qenë pjesë e ekipit kombëtar pavarësisht se nuk jetojnë në Shqipëri. Ky lloj selektimi fillon që në moshat vogla vazhdon deri në ekipin A, nuk është e sigurt që ato që selektohen në le të themi në moshat 14 apo 15 domosdoshmërisht jenë pjesë të ekipit A. Është një proces i vështirë, por i vetmi kriteri sportiv. A i ke kërkuar para Xherdan Shaqirit për ta futur të luajë me kombëtaren, se është bërë lajm gjithandej edhe thash ta hiqa këtë merak? Kjo është lajm i vjetër dhe besoj se e kanë përgënjeshtruar vetë çuna. Për cilin lojtar je penduar që se ke futur në kombëtare? Penduar, jo, po do kisha dëshirë që të kishim disa futbollistë që vërtet kualitativ, që janë shqiptarë dhe mund në ndihmonin akoma më shumë, qoftë dhe Xherdan Shaqiri, apo Xhaka, apo dhe në një tjetër që sot mbase nuk njihet shumë në arenën ndërkombëtare, sepse akoma
nuk kanë filluar një karrierë me ekipet e para, por që nuk kanë vendosur që të kontribuojnë për Shqipërinë. Ka emra. Më mirë një Europian pas Serbinë apo një ndeshje pa tifozat kuqezi? Europiani është gjithmonë i mirë dhe uroj që ta kemi sa më shumë. Dhe tifozat kuqezi janë gjithë ato që janë shkallët e stadiumit. Dhe unë i dëshiroj gjithmonë shkallë plot. Sa herë ka thënë Armando Duka, Serbi e di vetë ti? Jo asnjëherë. Jo asnjëherë. Unë nuk është në konceptin tim, por unë nuk i ndaj popujt mirë apo të këqij. Unë i ndaj drejtuesit dhe liderët e tyre të mirë apo të këqij që sjellin vërtet ngjarje negative. Popujt për mua janë gjithë inocent, janë gjithë të mirë. Për Lolitën ka patur një korë në Vlorë nga tifozat e Flamurtarit, një lloj si ai nga tifozat kuqezi para pak ditësh për ju. Pyetja e parë është a ke motër dhe pyetja e dytë, a mund të jem unë motra jote derisa të mbaroj ndeshjet e kombëtares? Ti patjetër që mund të jesh motra ime për gjithmonë, po edhe unë kam një motër dhe kam shumë të mirë madje dhe e dua shumë. Ato janë ngjarje që nuk duhet ndodhin, padyshim që nuk i kaloj me kaq shumë qetësi, padyshim që më shqetësojnë, po nuk di që të them, do me thëmë për mënyrën, për sjelljen, aq më shumë pas një arsye. Me qëra fjala, unë dua të jem me sinqertu, nuk marr vesh fare nga futbolli. Arsyeja pse vinë. A e din që luhet me 11 vet? E di, këtë e di. Ky është informacioni mjaftueshëm për ta shijuar. Pse vi për të parë kombëtaren është pikërisht prej tifozave kuqezi, se ka shumë kosovar. Edhe dua të pyes shumë sinqerisht, do gjeni një mënyrë për të zgjidhur këtë problemin me tifozat kuqezi? Nuk kemi ne asnjë problem. Një grupim i tifozave kuqezi nuk janë dakord me vendimin ton për mënyrën e shpërndarjes biletave. Në fakt, aq më shumë që në ndeshjen e fundit stadiumi nuk ishte plot dhe kishte ngelën edhe rreth 5.000 bileta të pashitur, kështu nuk është mohuar e drejta të pasur një bilet askujt. Por mënyra se si shpërndahet nuk është një mënyrë apo një njërisi shqiptare apo Federatë Shqiptare të Futbollit. Pothuajse në gjithë Europën biletat shiten online me të drejtë që çdo person blej 4 bileta, kështu që nuk është mohuar e drejta kërkujt. Nuk besoj se është një gjë e mirë që ajo që çfarë kemi bërë deri dje, gjërat evolojnë dhe ndryshojnë, që t'i japim 500, 1000 apo 2000 bileta, 1 apo 2 individëve për t'i shpërndarë tek tjerët. A janë shqiptarët popull sportdashës apo vetëm sport shikues me birë dhe skedina në dorë? Ja, unë mendoj që janë sportdashës, unë mendoj që janë futboldashës, më shumë se sa sportdashës. Çfarë të ardhme ka futbolli shqiptar, sidomos për të rinjt? Unë jam i sigurt që çdo gjë do të thonë do ketë progres, po ajo që bëjnë njerëzit e afrojnë diçka progresi nëpërmjet veprimeve dhe projekteve tyre. Për të pas një të ardhme më të mirë, futbolli shqiptar duhet të ketë një bazë ndryshe ligjore, duhet që të ketë më shumë infrastrukturë, pavarësisht se gjërat kanë ndryshuar, pavarësisht se infrastruktura është përmirësuar, ka nevojë për shumë më shumë fusha futbolli, dhe ka më shumë dhe për një bazë ligjore e cila e zhvillon futbollin dhe për të qenë pak më konkret atë ligjin e sponsorizimeve apo ligjin e sportit që ne kemi thënë dhe kemi kohë që e diskutojmë, do të bënte që ky progres të afrohet. Progresi do jetë i sigurt. Ajo që ne mund bëjmë të afrojmë. A mund të themi se Federata Shqiptare e Futbollit është i vetmi institucioni pa kapur nga pushteti pas asaj tentativës të Erion Veliajt për ta marrë në kontroll? Nuk e di për institucionet e tjera, nëse unë besoj se ka dhe institucionet tjera të pavarura, pa dyshim brenda një kornize ligjore që ka vendi ynë. Por mendoj që Federata e Futbollit është akoma më shumë se të tjerët. Ke qenë shumë shok me Shako Hoxhan. Çfarë ndodhi mes së? Është e vërtetë që kam qenë shok, nuk është se ndodhi në një gjë, po kishte një. Unë nuk e kam konstatuar asnjëherë, po i lindi një lloj egoje për të qenë president i Federatës Futbollit, është e drejta e gjithkujt, është edhe drejta e tij. Mënyra se si dhe duke shfrytzuar politikën apo institucionet tjera jo sportive, ishte e gabuar. Kur ka patur më shumë fat kombëtarja, kur euron Edi Rama, Sali Berisha apo ky urim i fundit i Erionit nga Qelia?
me thënë dhe nuk e kom pak të eterionin nga qelia, por jam i sigur që asnjë nga këto nuk ndikon në rezultatin e kombëtares. Rezultatin e kombëtares ndikojnë këmbët e futbollistëve dhe përqendrimit tyre. Kam edhe një pyetje të fundit. Kujt i shkon më shumë puro, ty, Qimpekës apo Endrimeksit? Në fakt nuk e di, duhet ta thonë ato që na shohin, po e rëndësishme është që ta shijosh kur e pin, dhe unë me thënë drejtën e pi zakonisht një puro ndarë, kam si një mbyllje të ditës me kënaqësi. Faleminderit për intervistën. Para se ta mbyllim, dua të falenderoj kompanitë e autobusëve që na mundsuan këtë emision. Faleminderit juve.